vetëm në deklarata, por duhet t'i pasojnë këto deklarata vepra të cilat janë të ndriçuara me udhëzimin nga Allahu subhanahu wa ta'ala dhe Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Rasuli alaihi salatu wassalam ka parlemruar për rrezikun e fitneve, devijimeve, sidomos në pjesën e fundit të ummetit. Akhwaf ma akhafu ala ummeti fi akhiriha al-a'immatu al-mudillun. Më shumë frikë që kam për ummetin tim në fundin e këtij ummeti, para se të vi çasti i fundit, al-a'immatu al-mudillun, prisit, imamlarët, al-a'imma, imam, ose në fe, ose në pushtet. Për pushtetin, kjo është temë tjetër për të cilën duam të flasim, është pushteti i fesë. Al-a'immatu al-mudillun, prisit të cilët janë të humbur dhe ju humbin të tjerët. Rasuli alaihi salatu wassalam gjithashtu thot: akhwaf ma akhafu aleikum kull munafiqin alim al-lisani. Më shumë që kam frikë për ju është çdo munafik, hipokrit, i cili flet mirë me gjuhën e tij, flet mirë, shprehet qartë, ka reputacion tek shoqëria islame. Këta njerëz të cilët pretendojnë se zotrojnë diçka nga dija fetare, mendojnë se gjithashtu kanë të drejtë të bëjnë ligje të reja në islam për hatrin e kësaj shoqërie apo për hatrin e propagandës islame. Ta'isu wallahi ta'isu. Janë të poshtruar, pasha Allahun, janë të poshtruar dhe të dështuar këta njerëz që ulen dhe bëjnë takime me femra të shpeshura dhe imorale, prise në kufër dhe dalal, ulen dhe bisedojnë për fen e Allahut, e bëjnë fjalën e Allahut mawdi'a jadalin, e bëjnë fjalën e Allahut tem debati, ekziston apo jo. Innahum ala dalala, këto janë në humbje, këto kanë dyshim fi qulubihim raibun, në zemrat e tyre ka dyshime, zemrat e tyre kanë gëlltitur dalalin, humbjen, devijimin në bidatin. Duhet xhamati islam të bëj kujdes nga këto shayatin të cilët udhëheqin njerëzit në bidate dhe devijime, duke mos e kuptuar, duke shfrytzuar emrin e dijes apo dhe duke shfrytzuar në keq kuptim argumente fetare. Rasuli alayhi salatu wassalam tregon në një hadith se ditën e gjykimit disa njerëz të cilët afrohen për të pirë tek lumi që i ka premtuar Allahu subhanahu wa ta'ala, largohen nga melajket. Thënë Rasuli alayhi salatu wassalam duke thënë: innahum ummeti, janë pjesë e ummetit tim. I përgjigjen Rasuli sallallahu alaihi wasallam duke thënë: innahum mashaw qahqara, ata kanë ecur prapa, nuk kanë ecur ashtu siç duhet, nuk kanë ecur të udhëzuar. Innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, ti nuk e din se çfarë risish kanë bërë pas teje. Fa yaqulu suhqan, 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 larg për njerëzit e devijuar. Nuk ka nevojë Islami të shfaqsohet në për televizion për të treguar se Islami është feja
bashkëkohore. S'ka nevoj Islami të ulemi dhe të flasim me njerëzit e prisht dhe me imoral, të flasim me ateist, të flasim me njerëz që nuk respektojnë dhe nuk kanë asnjë lloj respekti dhe besimi për fen ton, kurse si nuk mund të ulemi me ta. Aq më shumë nëse ta të cilët ulen me ta janë femra të zhveshura, femra të cilat janë të ndyra në edukatën e tyre dhe duke ndyrësira e tyre në veshjen e tyre. Këta njerëz, këta hoxhallar në thojsa se janë ejhel nas, janë njerëzit më ignorant, sepse kanë ignorancë të dyfisht, e din të vërtetën dhe bëjnë të kundërtën, ndryshe ai që nuk e din të vërtetën dhe bie pre e ignorancës së tij. Ndërsa këta njerëz bin pre e epshit të tyre, bin pre të egos të tyre. Është puna kur ulen disa hoxhallar të devijuar, mashtrojnë vetveten dhe popullin. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dhe mendojnë se janë të udhëzuar, ulen me femra të zhveshura për të folur për fenë e Allahut. Çdo ditë ta njerëz zhytën në devijimin e tyre. Çdo ditë këta njerëz zhytën në dalalin e tyre. Wailun lahum, mjerim për ta.